Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në Odeonin Festiv për 2013 këtu në Radio Televizionin 21. Përshëndetje! Natën ta bëjmë ditë, e terrin ta bëjmë dritë. Urime kudo që t'jeni miqtë e mi të dashur, gëzuar 2013! Urime, na e mbish pak se kesh në zonë që ko me nëzjeva. Urime, shikus dhe të rishikus të ndëruar. Urime, na e më se së të këmë po dhe më të thashtarë live shtu. Edhe goqa na ka pas marrë malli për ty, e? Po shumë. Boj mës pas marrë ty mirin po garant. Besoj që... E ka marrë modës më ka unë një dhëratë më ta pru ty, ta japë maskenës. Faleminderit, po. Shto gjo. Jo, t'ja urojmë shqiptarë vitin e ri. Ne ja uruam. Edhe unë urime, juve qeni në salë këtu. Edhe... Edhe urime që pështum tonë pe i këti kiameti që këtu na mytë me 21 orë. Deri me 21 dhjetor e kishim përpara ditën e kiametit. Po. Tani na kam vetë mrapa, s'kemi punë me të. Unë e Naimi se kem pas problem për ditë kiametit, edhe nëse vjen, s'ka lidhje vjen, shkojmë është qashtu shkru, po na dhëm kemi rria se hala re, pa i mu 17 vjetë. Ati të ishim... Ka kuptim. Dhe sa jemi të kiameti, Naim, Po? në këtë botën qarkullun shumë zona se do të vije kiameti kështu, do të vije ashtu, do të vije me ujë, do të vije me zjarë, do të vije kështu. Mendimi ishte që kiameti do të vije me 3 ditë terë. Por, të ne në Kosovë, thamë nuk ka terë, nuk ka shans me pas terë, se shqiptarët ja mojnë njëni tjetrit qirin. Jo! Ani pse? Sepse çdo njeri e ka anxhullin e vetë mbrojtës, kështu që se cilin nga ne kemi anxhullin i cili na mbron, s'ka nevojë me pas qiri. Që, Miri, unë të tregoj ty një punën e anxhullit. Është e vërtet që është ka një anxhull, është shumë e vërtet. Unë e kam pas një anxhull timin ndej pardje. Po, edhe nuk e kam mo. Ku pisha cigare dhe ke mos pi cigare se e myt veten, a din? Desha me kalu rrugën se ke mos e kalu rrugën se e myt veten. Jo. Desha mu himu lan deti dhe ke mos hin se mytesh. Anxhulli. Anxhulli, po. Ku lyp anxhullin s'ka, ku pe gjej një i vogël që ka thash hajde kam, hajde trak. Mos më thuj që e myte. Ting, thash ku je kon ti, ku je martu bre të marrov zoti ja. Urime, Naim. Urime gëzuar të gjithëve nga kjo skene mrekullueshme. Sigurisht në këtë full viti bëjmë bilancet në segmente të ndryshme. Kemi pas suksese, kemi pas edhe dështime. Kemi pas gëzime, por edhe hidhrime. Mbi të gjitha, nuk ka më bukur dhe nuk ka më rëndësi se sa që jemi gjallë shëndosh, që jemi autor dhe kreator, protagonist të kësaj bote. Zoti e bekof njeriun, gëzuar 2013. Për festat e vitit të ri, të gjithë kanë më shumë dëshirë, më shumë këngë, humor, që do t'i keni në këtë skenë të mrekullueshme, në këtë mbrëmje të bukur, andaj edhe ne do t'ja japim fjalën këngës. Zone e zotri, vëllezër e motra, motra dhe vëllezër, kudo që jeni, gëzuar edhe një herë për këtë mbrëmje të bukur dhe le ta fillojmë me motrat. Motrat Mustafa! Safet, mirë se erdhet, mirë mbrëma Sahide, mirë se erdhet, urime gëzuar viti ri 2013. Do t'ju pyesja më njëherë, çfarë i thoni ju dhe çfarë ju thot viti kaluar ju të dyjave si artiste të mëdha të skenës shqiptare? Për kauna profesionale, një vit shumë i suksesshëm. Për kauna emocionale, një vit shumë i dhëmshëm. Kështu që shpresoj që gjithë shqiptarët kudo që janë dhimbjen ta lënë pas e viti 2013 ju sjell vetë shëndet, paqe, lumturi. I faleminderit shumë, një thënie shumë e bukur. Dhimbjen ta lëm pas dhe do ta mundim me këngë e me humor dhe me optimizmin për ardhmërinë. Faleminderit Naim, na jemi shumë të nderuar në emisionin tuaj, sidomos në Odeon. Është kënaqësi me të vërtetë shumë e madhe. Një përshëndetje shumë të veçantë kisha dashur në emër të dy motrave. Do t'i bëjmë për Donikën edhe Elsën që janë këtu vajzat e Safetës.
Japi kemi Donikën dhe Elzen, një përshëndetje shumë e përzemër. Më falë se një gabim këtu të shka njëva pale për ti. Avlodh? Urdhro, qa po tënë? Këtu zonë më falni se nuk pjo një, po avlodhe. Edhe një herë, Po, kone ki këtu? Motrat Mustafa. Ku jenë Motrat Mustafa? Legendat e skenës shqiptare. Urna? Legendat e skenës Momër shqiptare. nejmë se marrë, momër se ki po të vjetë, momër burë më sarajkit po u bullë, mo vlovi jam, mo burë, mo se, mo... Po ishtë pa Motrat Mustafa këtu jenë turk, falë si kiti Motrat Mustafa. Mo Jeronia, mo... Edhe unë bashkë me to, e? Mo lutem. Momër se, zoti është i madh, duran një herë, 2 e 3 e dikur, ta thënë mirin cëp pa ta bën. Mo! Si që? Me që hynë në skenë thuj çfarë ke për të thënë se ne do të këndojmë, ne do të bëjmë program Edhe për na vitin e ri. implojmë për na t'i bi Motrat Mustafa original. Çka ka jep unë dan qytet me ushatit nuk e kanë kënu këtu. Se këtu janë të mushtishtit. Po? Po pra, Kush e ka këndu? Motrat original Mustafa Gjermone. Motrat Mustafa në skenë. Na im që tu janë Motrat Mustafa, të ndërruar shikues dhe teleshikues, jemi me Motrat Mustafa live. Që? Sa fete? Që sa vitën s'ken? Mati. Sa fete, cila kongë që ju keni këndu më së shpeshtit Shkënderman të këndosh prapë? Deshta me cekë që jëmë bosh shumë këngëtare tash. Është e vërtet. Kur kemi kënu na, do këngëtarë që sot kënujnë, as me folë s'kan ditë. Kongën dalë në qytet. Më falë, e ti që po fletë kështu? Zonin e dytë si atim. Zonën e dytë, shumë mirë. Shumë mirë. Po, sa fete? Konga dalë në qytet, Konga dalë qytet. e kemi pas bo këtë në herë ma te, se dalë shumë e bo pazar, edhe kënej shumë kongën edhe shëtit shumë ka pak. Sahida e lodhë. Po jes po bojmë sana, veç që është me këmë kanak. Të kje zajf, shkrum të kje. A? Shkrum të kje zajf. Po më hangë shpirtin kjo në dytën, të ja për tjellë pëndzejët pak të nëzimit. Ja, ti e ki edhe pak ekipi burët, se ki burën e shtirë pak. Qashtë të vallohi për tash ne, se më s'qelmi, se Ani, okej. në artistët më dhoja. Cilat motra si pas juve janë motrat më zënë këtë vend? Po ma me zoa dhe me trep jena na, mëtrat original që jena ta mërë madhe në Gjermania, dhe i kur që nuk elshënujin, e tash ma slufte dhe të lifar mëtra si, mëtra kësi dhe mëtra të mëzije. Po, ata e më vlazën, në Pa falë. shfar vlazi për këtë shatirata si dresh për shfar vlazën ata. Sa fete? Apo na tërkon pak për këtë vajzën, se nuk për njohmi. Na jemi 8 motra din gjithë, Mashallah. Mëtra din gjithë? nona gjithmonë ka pas qef me pas nonë. No. Po kushtet pak vështira edhe nona i boni vjetë, mos mëjke. Yes. E kemi morë këto të zake, kemi qik tezës. E për vitri dhe mja bo nonës si sërprizë. Pris. Atëhere për knatësinë e juaj dhe tonën Motrat Mustafa dalë qytet me ushetit. Dalë qytet unë me ushetit, o bati s'kaloj kjo dit, me shkoj me ndjallit të reqoj, por me shkru nuk guxoj. Me shkoj me ndjallit të reqoj,
por me shkru nuk guxoj. Motrat Mustafa për festën e vitit të ri, një këngë pak më ritmike, ju kishim lutë. Faleminderit. Orna botën. Para deres na ka I dikushe, oh. Para deres na ka I dikushe, oh. Dile ishte sasar na I kushe, oh. Dile ishte sasar na I kushe, oh. Para deres pas kanë dol qërshia, oh. Para deres pas kanë dol qërshia, oh. Dile hishni oj motrat e mia, oh. Dile hani oj motrat e mia, oh. Qikat e gjithkujna nuk I dojna, oh. Qikat e gjithkujna nuk I dojna, oh. Kem zanot na kapa ki munojna, oh. Kem zanot na kapa ki munojna, oh. Opo Ganga Style. Opo Ganga Style. Hey, sexy lady. Po, natën e mirë edhe ty, mos me qenë këtu, Ti, banë edhe Doni, ju. na gjoni shtu, 5.000 euro kem dorësëm, mirë pofshim. Hajde natën e mirë. Faleminderit. Ne ndor trokitje tuaja, le t'ja themi me këngë dhe për këngë në këtë natë festive, motrat